Mergja i fes, Ajatullahu i madh, Sheikh Xhafer Subani. Allahu i lartësuar e i madhëruar i urdhëron myslimanët që të kapen pas litarit fesë së tij. Ka mundësi që përmendja e litarit të tregojë se umeti i ndarë i përçar është si njeriu i rënë në pus, i cili shpoton vetëm nëse kapet nga litari që i hidhet atij brenda në pus. Për rëndësinë e kapjes pas litarit, mjafton të thuhet se kur shpallja e Allahut përmend unitetin e fjalës dhe forcimin e rreshtave, ajo i lavdëron atë dhe urdhëron për të. Sa herë që përmend përçarjen e ndarjen, e qorton atë. Madje, ajo e quan ndarjen dhe përçarjen prej sprovave qiellore. Thuaj, a ka fuqi t'ju ndëshkoj prej së larti ose nga poshtë këmbëve tuaja, ose t'ju përçaj në grupe e të vuani nga duart e njëri tjetrit. Të gjithë muslimanët duhet të ndjekin librin e Allahut, të unifikojnë rreshtat, të largohen nga çdo gjë që i ndan e i shpërbën ata, veçanërisht në këto ditë kur fuqitë e mosbesimit dhe të kolonizimit po bëjnë gjithçka për t'i përçarë ata, për të derdhur gjakun e tyre me duart e të tjerëve, për të realizuar qëllimet e tyre djallëzore, për të sunduar vendet islame, për të vjedhur pasuritë e tyre dhe për t'i dhënë siguri sionizmit, shtypës në Palestinën e dashur dhe në Kutsin e nderuar. Sigurisht, dukuria e eretizmit është dukuri e keqe. Të gjithë muslimanët adhurojnë Allahun e vetëm. Ata besojnë në mesazhin e të dërguarit të fundit dhe besojnë në ditën e Kiametit. Kjo mjafton që ata të hyjnë në Islam, siç transmeton edhe Buhariu në Shahin e tij për betejën e Kajberit. Heretizmi nuk përputhet me asnjë medheb të imamëve musliman. Kur Imam Ashariu ishte pranë vdekjes, grumbulloi nxënësit e tij dhe u tha: "Dëshmoni që unë nuk bëj tekfir askënd prej njerëzve të kibles për shkak të një gjunahu, sepse unë i kam parë ata të thonë se ka vetëm një të adhuruar, dhe Islami i përfshin të gjithë ata dhe i përgjithson. E gjithë kjo ne detyron të respektojmë ndjenjat e të tjerëve, besimet e tyre dhe të mos u shfaqim atyre diçka që shkakton përçarje dhe trashëgon armiqësi e urrëtie. I tillë ka qenë edhe jetëshkrimi i të parëve punë mirë, të cilët jetuan të afërt e të dashur mes tyre. Sigurisht, akuza e sharjes së sahabëve, e cila i është ngjitur shijave, është akuzë pa bazë dhe ata janë të pafajshëm nga kjo akuzë. Ata ndjekin qëndrimin dhe mendimin e Imam Ali ibn Husejnit, i cili thoshte në lutjen e tij: "O Zoti im, të lutem në mënyrë të veçantë për shokët e Muhamedit, të cilët e zbukuruan shoqërimin dhe që përballuan sprovat në mënyrën më të bukur në ndihmë të tij. Ata shpejtuan në ndihmën e tij dhe garuan në thirrjen e tij. Ata ju përgjigjen atij kudo që e dëgjuan argumentin e mesazhit të tij. Ata u ndan nga bashkëshortet e nga fëmijët që të nxjerrin në pah fjalën e tij. Ata luftuan edhe prindrit e fëmijëve të vet për vërtetimin e profecisë së tij dhe triumfuan me të."